Nesër 7 marsi dhe dua që në këtë moment, duke filluar nga mentorët që janë mësuesit e parë të vërtet të gjithë artistëve të rinj, por isim një brez talentesh të jashtëzakonshme dhe jam shumë e lumtur kur them edhe e bindur që vërtet Shqipëria është një tokë talentesh në muzikë dhe jo vetëm. Ti falenderojmë dhe ti përshëndesim me shumë mirënjohje për durimin, për përkushtimin, për mënyrën se si ata ndikojnë me modelin e tyre tek brezit të ardhmes, po jo vetëm mentorëve, vokal coachëve kushtoj këtë urim, po të gjithë mësuesve që kanë zgjedhur të ushtrojnë këtë profesion kaq fisnik, edhe që janë ndonjëherë shumë modest, jo aq shumë të duart trokitur nga të gjithë neve. Secili nga ju nëse do të thot 2 fjalë zemre dhe të mençura në të njëjtën kohë, le të hapi letrën e Lincoln për mësuesit, edhe t'ia shkruaj 3 fjalë nga ajo letër mësuesit të fëmijës së tij apo mësuesit të tij. Kështu që dua që ti t'japësh si përfaqësuesi brezit të ri një urim mësuesve të X-Factor dhe të gjithë mësuesve të Shqipërisë që na ndjekin këtu sot. Dua t'i uroj gëzuar 7 marsin të gjithë mësuesve që ndodhen në të gjithë Shqipërinë. Do t'ja bësh me një këngë? Po, sigurisht. Me një këngë të shkon? Në mendje më vjen një këngë për momenti, sepse jam dhe i madh dhe e mbaj mend që e kam kënduar në klasën e parë, parashkollore ose. Cila këngë është ajo? Jam ende i vogël, e ndoshta s'di, i reshtoj fjalët si kam dëshirë, një tuf me lule kam përgatit, mësuese dashur për këtë ditë. Një tuf me lule kam përgatit, mësuese dashur për këtë ditë. Bravo. Dëgjoj. Për mësuesit nuk mjafton një tuf, një buqet me lule, për mësuesit duheshin kamiona me lule, duheshin kopshte botanik me lule. Të gjithë mësuesve të Shqipërisë gëzuar festën. Edhe mirënjohje gjithmonë për punën që keni zgjedhur. Mbase nuk është puna më e paguar, më e shpërblyer, por është një punë të cilët të gjithë të mirënjohje i përkulen edhe janë mirënjohës. Do na thoni nga një përshtypje, lutem, për David Kerrin, i cili po i afrohet top 5-it, nëse nuk eliminohet sonte. Bojken? Pëlqeu forma se si e këndoi Davidi këngën, vinte me shumë ajër, me hapësirë, ashtu siç është vetë kënga. Ishte njishme këngë në stilin e këngës, më pëlqeu vokalisht, edhe duke llogaritur edhe vretit që ne bëjmë prova nga dita e djeshme, mënyra se si reflekton për të arritur aty ke ato vretje. Më pëlqen, do më thënë, intuita dhe përgëzoj. E kam një pyetje për ty. Patjetër. Sa interesum je ti që gocat e tua të shkojnë në finale? Patjetër që jam, po... O shok! Brënda normalet. O shok, dush mi anis me gjithë defekte. Për shembull, unë mendoj, o David, që ti s'kishe emocion, zemra ime, dhe këtë, për këtë ja lej fajn Piroçakos. Jo, emocion kishte më shumë se dje, Nis. Se dje, po mua prap nuk më rën qef lëpura dhe mishi. Po pse ta ketë fajin Piroçako për emocionin që e ndjen dhe e transmeton këngëtari? Sepse më varet se si i është shpjeguar gjëja. Për shembull, unë e kam shumë të rëndësishme shpjegimin e gjës. E kam një pyetje për Davidin. Jo, nana, dëgjoj. Si do ja shpjegoje ti Davidit emocionin? Si duhet? A e di kuptimin e këngës? Po. Çfarë flet kënga? Tani merret në dy versione. Në ato që e ke kopti? Vdekjen. Për vdekjen? Vdekje një personi që ti e do shumë, e dashuron shumë. Okej, atë ka hik nga jeta ty ndonjë njeri që e ke dashur shumë? Pikërisht pra, nuk e përcolle këtë gjë. Përsëri edhe po ta kapja në përvojë personale. Po, përvojë personale, po e dashurisë për shembull themi, po prap. Të ka hik, prap s'ka hik. Domethënë, kjo performancë për mua ishte sikur ty nuk të ka pëlqyer kënga edhe thjesht po e këndon sepse të është dhënë detyrë. A është kështu? Jo. Jo. Unë vetë them drejtën, unë e ndjeva. E ndjeva? Mirë, unë se ndjeva. Dëgjoj, do bëjmë një ushtrim të vogël tani? Do jetë qetësi e madhe këtu në sallë. Imagjino sikur në jetën tënde qofshin sa më larg këtë ditë, një njeri shumë i dashur nuk jeton më. Ose një njeri që është në jetë, por nuk është më në raport me ty. Ka ikur në jetën e vet. Se s'do flasim mbase vetëm në sensin e vdekjes, ikjes, ndarjes së përjetshme, gjumit të përhershëm.
mbylli njerëz ty të këndoj a kapela këtë këngë dhe mundohet të japësh emocionin Fifit, se ndonjëherë kur e percepton tekstin, emocionin, e këndon emocionin ndryshe. Do ta provosh një herë? Do ta provosh një herë për Fifin? Sikur të ishte një provim që do të pranonte në Julian Arts. Ore, sikur më maknu nuk e di, qa këngë më mkru italisht, praps më pëlqen, se du italisht. Të ngjit italisht ja, nuk të vjen kënga në italisht. No. Ua, çfarë kemi italishtën me Fifi? Nuk më pëlqen. Italishtja gjuhë të mrekullueshme dashuri e ka. Po s'm pëlqen. Gjuhët latine si pëlqen. Këndoj një herë ti një herë ta provojmë një herë se mbase nëpërmjet zërit. Shiko, s'ka rëndësi gjuha fare, ndonjëherë mund të këndosh në turqisht, në portugalisht, mund të këndosh në kinesisht dhe prapë ta transmetosh emocionin. Tentoj një herë, prit një herë ta dëgjojmë. Ta dëgjojmë një herë kur sikur ky djalë të impenjojë sipas këshillës së Fifit, çfarë do ndryshonte në mënyrën se e transmeton ai këtë që dëgjuesi do të marrë. A ke humbur ndonjëherë ndaj shok? Jo me tik nga jeta, po veç me humb dikë. Po. Okej, këtë pyetja që më bëre çfarë? Kjo do ishte mënyra se si unë do jam mësoja Davidit. Ma këndo këtë këngën, sikur ti po e ndjen atë shumë atë dhimbjen e humbjes së një miku, një shoku që i është gënjy ose whatever. Okej. Bëje, David. Bëje. Po. O vukë Saraj. Kudo që do jesh, unë do jem me ty është ideja. Mbylli ato si të futën gjendje një herë. Provim publik. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Edhe dorën në zemër. A e kuptove? Më thonë, Arriti të të emocionoj. Që sa bukur, more një leksion të rëndësishëm. Emocioni do ta këndosh. E ke vërë ndonjëherë kur thon, i foli çdo muskull, çdo fije, floku, çdo nerv i foli atij artistit, atij këngëtarit. Piro, si shpjegohet pra kjo që edhe një festival kur janë 20 artistë, ka disa që të rënqetin mishin, në themi neve, në gjuhën frazologjike, në gjuhën Nuk e shpjegoj do se e emocionit. është e brendshme e çdo njeriu. E pra pse disa artistë emocionojnë, disa të tjerë jo, janë më të ftohtë. E këndojnë këngën po sa transmetojnë. Po pse është? Pse? Hajde ta gjejmë pse. Njëri e ka, njëri s'e ka. Vera thot ky është talenti, thot. Ky është talenti. Po pra, po s'ka Se të gjithë mund të këndojnë, po jo të gjithë janë të talentuar. Nuk ka nevojë të shkosh te talenti, pyetja është pse. Atëherë pse është sepse ca e kanë dhe ca s'e kanë. Pastaj vjen talenti. Ata që e kanë talent. Tani, unë do të kthehem te performanca një herë. Davidi ishte shumë objektiv, më pëlqeu sepse i dha vetes 8.5. Duke. 8.9 apo 8.5 i the? 8.99 tha. Çfarë note i vure vetes? 8.99. O Piro, jam këtu. Vërja pak mikrofonin Piros, lutem. Vërja pak afër mikrofonin Zemra Piros. ime. Po Që mirë. të kujtoj Prapë çdo detaj. është objektiv, se 8.9 nuk është një notë e mirë, por prap lëhi e dyshimi. Unë për mendimin tim do të thoja këtë gjë. Vi ke Bojkeni, gjithmonë vi ke Bojkeni sepse gjejmë një gjë përbashkët që ai përmirësoi shumë atë gjë, këtë këngë gjatë provave ishte goxha inferior në atë që bëri dhe vërtet tona Davidi dha maksimumin për të përmirësuar këtë këngë, interpretimin e kësaj këngë. Gjithmonë mbetet pjesa e fillimit ku vërtet mungon pak emocioni dhe unë ja kam thënë Davidit, nuk e di pse, por me sa duket është ajo gjëja që folëm pak më përpara, emocioni është diçka që është e brendshme. Davidi ka gjërat e veta që ka arritur deri këtu, ka ardhur me forcat e veta, por emocioni është një diçka që te kjo këngë unë pretendoja që të vinte pak më shumë në strofë. Megjithatë ai bëri maksimumin, sepse ka një gjë që neve nuk marrim përsipër këtu që çdo artist të jetë i robotizuar dhe çdo këngë të realizojë 100%. Kjo është një test, është një provim ku çdo javë këta përballen me stile të ndryshme, me melodi të ndryshme dhe flasin ndryshe, këndojnë ndryshe. E kam një pyetje. Po. Kur ja jep vetën notës, kur ja jep notën vetës 8.99. Po.
I bjetë që ti je ofër që Nuk ja dha përgjithshit. shumë, nuk ja dha shumë. Po pra, ja ka dhënë vetës. Unë i dhash 8.5. Atëri bie nuk është larg. Atëri bie që ti e ke kap edhe emocionin, e ke kap edhe perfeksionin, thjesht ka pas disa momente që të ka ik në ai vend. Po. Ndërkohë edhe ti po e thu vetë që emocioni ishte me shkëputje. Vite kështu si me Po fira. pra, s'ta kundërshtova unë punë emocionit. Faleminderit o Pirro. Nuk ta kundërshtova këtë gjë, sepse unë për këtë gjë kam punuar gjatë gjithë javës me Davidin. Megjithatë, atë 9-ën e ke merituar sot. Okej. Oriola? Për mendimin tim është më mirë të marrësh një 9 të merituar se sa një 10 me mik. Kaq kisha unë. Më pëlqeu. Shiko, shumë artist e kanë rrugën lineare, të drejtë. Disa e kanë pa shumë vështirësi, ka të tjerë që kanë kthina e kthesa. Ti je ky artisti dytë se ka kaluar 3 showdown-e dhe vazhdon të jesh tu. Votoni Davidin që ai mos rrezikohet përsëri sot në numrin 53335. Shkruani David. Sukses.